O gja është të lejushme të bëhet mjet me agjëru për shpirtin e prindërve. Faleminderit. Nëse ata kanë vdek duke mos pas bargjë, s'ka nevojë me agjëru. Por nëse kanë vdek duke pas bargjë, themi janë dy situata. Situata e parë, nëse ka qenë i smut edhe ka vdek nga e smuja, ata s'kin nevojë me agjëru as me ja pagu agjërimin. Por nëse ka qenë smut në Ramazan, pastaj është shëru mas Ramazanit, por hasad, nesër, nuk ju ka bo me agjëru, edhe ka vdek, pa agjëru atë Ramazan që është nosh, atër themi, kemi dy format të kompenzimit. E para, me agjëru fëmijët e tij për ta, si kompenzim, edhe dyta me ushqy të varfër, me ushqy një fukara për një ditë Ramazan. Cëllën dhe që zgjedh, s'ka problem. Disa djetari kanë thonë për pasi agjërimit të fëmijëve për babën ose për nonën, disa kanë thonë nuk prish po ndash agjëron, ndash ushen. Pra, këtheu të video, analizaj e mirë, edhe mëse keq kupta.